Në këtë aspekt, në fakt, nuk dua të zgjatëm, por bota ka përjetuar 2 luftra botërore. E para ndodhi për shkak të vrasjes së Arkidukës në Sarajevo dhe që në fakt ishte, si më thënë ajo, shkrepsja që I dha flakën botës. Pastaj kemi luftën e dytë botërore, por të dyja këto luftra bën me mjetet të cilat nuk I kishte njerëzimi. Fatmirësisht nuk I kishte njerëzimi në dorë në këtë kohë dhe fakti që sot flasim për një konflagracion I cili mund të lindë nga një shkëndije e tillë për shkak të Iranit dhe të Izraelit mund të jetë me pasoja fatale, ashtu siç e thatë edhe ju, me vdekje masive të popullatave. Por cili është mjeti që mund të evitojë këtë? Natyrisht unë nuk mendoj se është forca e armëve, sepse asnjëri shtet nuk do ta mposhtë dot tjetrin. Arsyeja është se Izraeli është një shtet shumë I fuqishëm me teknologjitë në përdorim më të larta që ka sot njerëzimi, me një mbështetje të jashtëzakonshme nga shteti më I madh I botës, që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me lobe të cilat ata financohen nga pasionikët më të mëdhenj të botës dhe pra të mposhtish Izraelin është një iluzion, por edhe një popull si persianët, si iranianët, me traditën e jashtëzakonshme që kanë pavarësisht se sot gjenden në ditët e veta më të këqija të historisë në një pushtet aq agresiv dhe aq ruthless pa shpirt, edhe ajo nuk mendoj se është një zgjidhje. Pra mbetet vetëm rruga e negociatave dhe diplomacisë. Tani situata është shumë e rëndë, shumë e nderë. 3 vite gjys luftë me Ukrainën, një herë në muaj kërcënime për përdorimin e armëve bërthamore, edhe gjatë kësaj jave të gjithë liderët botëror përmes rrjeteve sociale, dhe ne I shohim në kohë reale reagimet edhe kërcënimet, kanë kërcënuar për armë bërthamore, kanë kërcënuar për shkatrime kombesh, vrasje liderësh e kështu me radhë. Është një 2 javësh që ndoshta duhet presim sipas asaj që ka deklaruar presidenti Trump, nëse Amerika do t'i bashkohet Izraelit apo jo në këtë betejë dhe nëse kjo do të ndodhte, situata do të agravojë shumë. Tani, në këto kushte, në këto momente, cili është roli I diplomacisë? Çfarë ndodh nëpër ato analet e fshehta, nëpër kanalet diplomatike mes një shteti dhe një tjetër zakonisht, në kushte në rrethana të tilla kritike? Dore, për të ardhur te ky emision natyrisht njeriu duhet të ulet edhe të studiojë edhe disa nga detajet të cilat përbëjnë atë tansinë e veprimeve që po ndodhin. Për shembull, nëse flasim për diplomaci midis Iranit dhe Izraelit, duket që këto 2 shtete që në vitin 1979 kur erdhën Ajetollahët në pushtet nuk kanë asnjë lloj kontakti diplomatik. Natyrisht as I flitet për ambasada, por qoftë ndoshta edhe kanale të fshehta të cilat nuk bëhen publike për shkak të interesave të 2 vendeve. Nga ana tjetër, bota edhe njëherë e thash më përpara, përjetoi 2 luftra të cilat për fatin e mirë nuk kishin ato që njihen si armët e shkatrimit në masë. Natyrisht që nuk kanë qenë padamshme sepse kanë vdekur miliona njerëz në të 2 luftrat. Por është një ironi e fatit dhe zhvillimit të njerëzimit që ndërkohë që bota shkon kaq përpara me internetin, me inteligjencë artificiale, me udhëtimet kozmike, me miliona satelitë që janë shu në hapësirë për na lehtësuar jetën, për ta ditë në çdo sekondë të ditës dhe të natës ku jemi dhe si mund ta kërkojmë ndihmën nëse na duhet, ka dhe anën e vet të errët, që është lëshimi në duart e njerëzve të papërgjegjshëm të disa mjeteve të cilat kërcënojnë njerëzimin me zhdukje. Dhe kjo është pikërisht ajo që dronët e soshën të cilët e kursejnë ushtarin ose njeriu e gjallë që lufton në front dhe dërgon bomba në territore të tjera ku vriten njerëz të pafajshëm, ose kërcënimi se bomba atomike mund të përdoret si mjet për të ruajtur pushtetin e njërit ose tjetrit, ndërkohë që ajo mund të kushtoj miliona njerëzish. Këto pastaj janë mjetet të cilat e vështirësojnë shumë herë më shumë diplomacinë se sa çka qenë në ato vite, nga fundi I luftës 2 botërore deri në ditët e sotme ku janë për shemb kriza e raketave me Kubën, ku është Yom Kapuri, lufta Yom Kapurit ose ajo që njihet si diplomacia shuttle.